Juve çfarë po kërkoni? Ti ike të shtesa e portës i vend hapet kanali. Betoni të shqipë. Betoni shtesë ti iket me betoni. Betoni që vend për portën. Ti iket porta falso. Me fjalë, arsyeja që ju po protestoni është bllokimi i urës? Po, bllokimi i kanalit. Është kanal Kullus. Dhe mos pastrimi i kanalit. E pra, është kanal Kullus, nuk është kanal Vati. Sa ku ka kanali që ndodhet në këtë situatë? Aktualisht nuk e di, po nuk ka. Kemi mbytur Ka urë këtu ajo. Ujë ka ardhur, Nuk kemi Nuk e di se si ka ardhur, nuk ka rëndësi, nuk ka. Nuk e di. U byt një fshatin. Vajtë mua kom. Nuk na përgjigjen njëri. Vajtë ta, di prap. Tani, arsyeja që pjesa e qarkullimit të ujit apo pjesa e urës është bllokuar, për çfarë arsye është bllokuar? Për arsye Na interesi. shpjegoj, thash, hajde na shpjegoj dhe ne ikë shtëpi. Pse e ke mbyllur? E çat mirë solli kjo ura që e mbyllën. Juve vetë si banor të zonës, çfarë problematikash ju ka shkaktuar? Ka mbyllur bakti, sera, topa, shtëpi, tek çifriku. 10 milion lekë. Çifriku është mbytur këtej. kemi hedhur lekë, kemi shpenzuar. Ka petura ndjezuar. Ne duam që të hiqet betoni shtesë që është Ne të mbytëm pastaj. të derdhi ujë. Mbytëm na çfarë? Po përfaqësues të bashkisë çfarë ju kanë thënë? Nuk vim. Kemi urdhër nga lart. Urdhër nga lart. Kush e dha ka urdhër nga lart? Kush është ky urdhër nga lart? Urdhër nga lart. Ujës nga Ministria e Bujqësisë. Të zem këtu Të mbytemi ne. Herën e parë vaku kanal, kemi thënë kemi urdhër nga ministria. E kanë mbyllur me forcë. Me forcë. Ata çfarë? E Me mbyllur. polici me shtet. Herën e dytë prapë kemi urdhër nga lart. Vjen ti tani ty të thotë s'kemi urdhër. Vita hapja ne pa. Tani këto janë mëra fjalë. Njëra kaloi ti njëra ndej. Ti përgjigjesh ku të hapin urën. Siç ka qenë ura, nuk po i kërkon ndihmë njeriu. Nuk kemi nevojë ndihmë këta pera, këta janë pera. Nuk duam ndihmë are valla. Duam na hap zhurën. Urën na. E ti ki ujë, s'po të kërkon njeri ndihmë. Mos na bokor. Kër bota i hap kanalin taj Ne mbyllim. Po s'ka sens kjo. Ky është kanal Kullus e ka bërë në Roxha them. Ka qenë kmet kjo zonë, vërtet. E ky kanal e ka farë, është kastile për të farë ujë, për të hequr ujë. Ta vinë bllokojnë. Për interes njëri apo tjetrit. Juve vetë jeni prekur nga Po jam i prekur, më është zhvitur shtëpia, më është zhvitur sera. Atje punojnë si familje, ku do t'i çej kalamaj? Me Ja me 2 fëmijë, të gjithë këto problematika kanë lindur pasi kësaj. Po kemi këtu. Të këtij bllokimi neve jemi në këtë gjendje që jemi sot. I tërë fshati. Tër fshati po. Jo ne po. Arsha dhe fshat, 2 fshatra që mbytën për këtë bllokim këtu. Për këtë bllokim që është bërë këtu ja. Paka shumë sa familje preken nga përmbytja. Fshati çiflikë dhe ardh. Jo fshati, jo familje. Se familja është shumë pak. Llogaritë fshati. Fshati komplet, ja ta hap map ta shkoj. Jo familje, fshati të. Po. Zoti unë për vete 70 vjeç që të dalin luminar të Begës edhe të shtëpitë